بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet dhe mëshirat e tij qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Elhamdulillah që Zoti na ka dhënë mirësi dhe begati pafund. Po edhe këto takime që po organizohen përpara Ramazanit, që të kuptojmë më mirë fenë, besimin, të rritemi në besim, të ndërgjegjësohemi dhe të reflektojmë përpara se të vi Ramazani, është prapë një mirësi dhe një bekim i Zotit për ne, elhamdulillah. Dhe siç kemi njoftuar edhe më herët, sonte kemi kënaqësinë dhe jemi të nderuar që kemi në mesin ton hoxhën e nderuar dhe hoxhën e dashur, hoxhën Sabahudin Jashari, me të cilin përveç se jemi koleg dhe elhamdulillah na ka angazhuar Zoti, po na përdor Zoti në këtë rrugë. Po jemi edhe shok shkolle, domethënë kemi kaluar jetën ndoshta ose një pjesë më të mirë të jetës tonë me njëri tjetrin si student, kështu që jam i lumtur 3 herë sot që kam hoxhën këtu në mesin ton, Zoti e shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut mëshirës më shpërplotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. I nderuar dhe i respektuar dhe shumë i dashur Hoxha Ahmed, të nderuar vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë përzemërsisht falenderoj Hoxha Ahmedin me ato cilësi që në bashkojnë. Kemi histori bashkë, është e vërtet, alhamdulillah. Inshallah e gjitha tjetë në rrugë të Zotit dhe për hatër të Zotit. Edhe siç na ka bashkuar Allahu mëndueshëm në dynja për mirë, inshallah Zoti na bashkohet edhe në hijen e arshit Allahu mëndueshëm. Ndjehemi respektuar realisht me këtë ftesë. Madje ndjeva vetëm 2 herë të respektuar kur pash këmbguljen e Hoxha Ahmedit, jo se i mungon dia, por kuptova me fjalë të këmbguljen vllazërore me hapërtar, kështu që edhe për këtë të falenderoj, sa të shpërblej të mira. Jo se nuk doja më ardh, përkundrazi, por është sezoni i tillë që Hoxha Ahmedi është një nga modelet e kësaj pune që është sezoni ngarkuar me gjithsesi, alhamdulillah kur njeriu realizon Allahu mëndur. Kështu që Zoti shpërblej Hoxha Ahmed, Zoti ta shpërblej gjithë. I lutem Allahut mëndueshëm që gjithë që mund me që është bën këtë xhami dhe gjithë xhamitë e Shqipërisë të dëshmojnë për ju gjithë, për ne dhe për gjithë ata breza që kanë kalu. Edhe për ata që kanë themelu, le të themi këtë xhami. Kjo xhami ka qenë nga xhamitë e para, për mos me thonë e para në Tiranë, ose le të themi më drejt nga të parat, mos përjashtojmë të tjerat, që na ka mbledhur, më e mend vitet 91, 92, më drejt, 92, 93 kur vija disi në mënyrë më intensive në Tiranë. Dhe vinim këtu këtë xhamia dinë hoxha dhe faleshim, normalisht ishte më e ngushtë me ato banjët e vogla atje, dal nga dalë fillon të zerohet. Dhe alhamdulillah je ku jemi këtu. I lutem Allahut mëndosëm që edhe si imam edhe si xhamat, po edhe si grup pune, gjithë dhe modet, dhe ata që le të themi kanë kontribute të veçanta dhe nga djersa e ballit tyre dhe nga xhevahiret e mundit tyre e mbajnë kam këtë xhami, Zoti ja shpërblef me të mira në dynjën e ahiret. Sepse puna islame ka shumë ushtar të panjohur. Dhe si tha Umar Khatabi, po Allahu mëndueshëm i din ata, kështu që Zoti shpëlej me të mira, edhe ata që duken si puna ime dhe Hoxha Ahmedit me fjalë. Urojmë që të mos na duket të tëra se s'na ngel gjë për ahiret. Inshallah na ka ngel diçka. Por edhe ata vëllezër me që janë bërë krenaria e Islamit realisht në Shqipëri, me fjalë dhe po japin shtys me fjalë Islamit. Para se të futem këtë temë, dua ta theksoj këtë sepse më inspiroi edhe xhamia ku jemi. Mbaj mend shumë për ju këtu me fjalë moshën time, po edhe shumë për atyre me fjalë që nuk janë këtu. Kemi qenë të vegjël, 18 vjeç, 19 vjeç, 20 vjeç në këtë xhami me fjalë dhe në si këto me fjalë u ritëm dhe sot jemi brenda shoqëri. Në sektorin publik, sektorin privat,
e përfaqësojmë Islamin me fe dhe me dëshirën tonë dhe me shqetësimin tonë, po edhe me modelin tonë, dhe këto xhami me lehtë Zotit me fjalë kanë për të prodhuar breza të tjerë Islam, që do të adhurojnë Zotin, por njëkohësisht do të përmirësojnë edhe gjendjen e shoqërisë. Në fund qëllimi i punës islame, qëllimi i xhamive kush është? Qëllimi i xhamive është me rregullimi i shoqërisë. Ne këtu në xhami edukohemi, furnizohemi, kujtohemi, kryesisht nëpërmjet namazit, i cili ka 2 synime madhore. E para është përkujtimi, wa aqimi salata li dhikri. Dhe falë namazin, thotë Allahu më ndushën për të më përkujtuar mua. Dhe e dyta me fjalë është për të furnizuar me energji, për të vazhduar rrugën drejt Allahut më ndushëm si misionar të Zotit në tokë dhe si rregullues. In uridu illa al-islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah. Unë dua thjesht të rregulloj në tokë, synimi im është të rregulloj, edhe në fundit suksesi është në dorën e Allahut më ndushëm. Dhe për këtë Aisha radhiyallahu anha wardaha thotë: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun fazi'a ila salati. Sa herë kur pejgamberi na shqetësonte diçka, më njëherë ngutej në namaz. Pse rihna biha ya Bilal? O Bilal, na qetëso me namaz. Dhe me thanë, namazi është edhe furnizim me energji për të shkuar me fjalë drejt Allahut më ndushëm, për të realizuar atë mision dhe atë detyrë dhe atë qëllim të cilin na ka ngarkuar Allahu më ndushëm. Edhe një herë faleminderit Hoxha Ahmet për ftesën, edhe ju vëllezër mota që keni ardhur. Tema në pak minuta ka të bëjë lidhje me le të themi orientuesin, por njëkohësisht edhe fanarin, por njëkohësisht edhe hartën e agjërimit, që është qëllimi ose objektivi i agjërimit. Allahu më ndushëm thotë Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu asta'idhu billahi bismillah ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç edhe atyre para jush që ju të jeni të devotshëm. Dhe normalisht el hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Dhe për të kuptuar me fjalë rëndësinë e agjërimit duhet të kuptojmë rëndësinë e qëllimit të tij. Do mundohem në pak minuta ta shpjegoj këtë lloj formule, natyrisht janë gjërat përsëritura dhe ditura me fjalë se polli keni mësuar alhamdulillah. Zotë është problem thotë xhallarëve, me krye Hoxha Ahmetin, gjithë ato që kanë kontribuar në këtë xhami. Po gjithsesi unë mendoj se në fazën ku jemi ose në këtë para Ramazan dhe muaj Shaban sapo ka hyrë, është shumë e nevojshme të kujtojmë vetes me pse agjërojmë. Dhe kjo pseja, se më thanë, është një temë shumë e madhe kuranore. Madje gjithë temat e Islamit kanë bërë lidhje me këtë pyetje. Pse falemi, pse agjërojmë, pse bëjmë haxh, pse bëjmë xhihad kur duhet me e bë, pse japim sadaka, pse japim zakat, pse bëjmë dhikr, pse lexojmë Kur'an. Sepse aslan Allahu më ndushën që në fillim me fjalë ju drejtu njeriu që është qenie me arsye për t'i përgjigjë kësaj pyetje. Iqra, lexo me fjalë që të gjesh pyetjet e ekzistencës tënde. Mirë po, veçoria jonë si muslimanë është se ne nuk adhurojmë arsyen, por nëpërmjet arsyes orientohemi për të kapur edhe për të pikas kuptimet dhe urtësitë e Allahut më ndushëm në ibadete, në urdhra dhe në ndalesa. Edhe në ato detaje ku nuk e pikasim dot, dhe kjo është urtësi për Allahut më ndushëm dhe mirësi për tij, por njëkohësisht me fjalë është edhe sprov për të na sprovuar Allahu më ndushëm nëse adhurojmë mendin apo adhurojmë me Allahun e më ndushëm dhe i zbatojmë urdhrat dhe ndalesat e tij, sepse ai është Allah. Edhe aty ku ne nuk arrim të pikasim këto arsye, ne i zbatojmë. Prapë me fjalë ato detajet të shariatit që nuk u dim arsye. Pse? Sepse e di me fjalë që ato e ka një arsye edhe pse nuk na e kap mendja jonë. Nga e kuptojmë që e ka një arsye, sepse shariati i gjithë është i zbritur prej kujt? Për ati që është farë, el Aziz, el Hakim, i fuqishmi dhe i urti, dhe kur Allahu më ndushën nuk mund të na urdhënoj apo të na ndaloj për ndonjë detaj të shariatit, ose të na urdhënoj me ndonjë detaj të shariatit vetëm sepse ka urtësi, sepse Allahu më ndushën nuk i shkon kocësira. Allahu më ndushën nuk i shkon anarshia, Allahu më nuk i shkon që të bëj me fjalë të jap një urdhër ose një ndalesë ose të implementoj ose të instaloj në një ibadet një detaj me fjalë pa kuptim. Për shembull, ne nuk ja dim kuptimin 4 rekatëve drekës, pse 4? Megjithatë ne falim 4. Sepse e para ja dim kuptimin asaj që është më rëndësishme se 4 rekate që është vetë namazi, dhe e dyta që çoj vetën tonë duke thënë që Allahu më ndushë që i ka bë 4, e di se aty është hajri jon, pavarësisht se akoma se kemi zbuluar nëse 4. Ditën e Kiametit Allahu më ndushë ka më zbuluar gjithë detajet. Mi po kuj do ja zbuloj këto detaje? Ati që ka respektu Allahun nëpërmjet arsyes, edhe nuk ka respektuar arsyen me fjalë, dhe pastaj Allahun si nivel të dytë. Megjithatë theksoj edhe një pa u zgjat shumë të kjo hyrje, është shumë e rëndësishme, veçanërisht në këtë fazë ku jemi, t'ia shtrojmë pyetjen vetes dhe gjatë kësaj kohe me lenin Allahut më ndushëm të japim përgjigje pse agjërojmë. Allahu më ndushëm, duke pas parasysh rëndësinë e madhe që ka agjërimi si shtyllë e Islamit,
Ashtu si dhe namazit, ashtu si dhe zakatit, ashtu si dhe ati haxhit, edhe Ramazanit, agjërimit të Ramazanit i ka përcaktuar objektiv. Që të na motivoj akoma dhe më tepër një, dhe e dyta me fjalë që gjithë energjitë tona, ti orientojmë dhe ti faktorizojmë dhe ti shtorojmë ku? Tek realizimi këtij objektivi dhe jo me fjalë të lodhim trunin me fjalë se pse po agjërojmë. Për shembull, në aktualitetin tonë shumë njerëz, edhe për jo muslimanëve, vazhdimisht janë muslimanë në origjinë ose jo, vazhdimisht na pyesin pse agjëroni, ore pse lodheni kaq shumë. Më mend kur kam qenë 18 vjeç kam qenë, sa po kisha filluar me këtë agjëroj, 18 apo 19, një koleg klase musliman në origjinë, shok me fjalë, ishte verë në atë kohë, u takuam në rrugë, po dilja me fjalë nga fshati, u takuam në rrugë dhe pa që buzat e mia ishin tha. Edhe më thotë more sabah, thotë, po, mirë, thotë, po, ç'ne, thotë, pse e torturoni veten kaq shumë? Pra ishim në të njëjtën moshë. Edhe unë mbaj mend këtë moment si gur kilometrik në përkushtimin tim fetar. Dhe ka qenë nga nxitjet kryesore me fjalë për të studiuar ose për të lexuar patën, për të qenë sa më modest, për të studiuar sadopak me fjalë arsye të shariatit. Njerëzit duan të dinë pse agjërojmë, për çfarë arsye agjërojmë. Normalisht, jo gjithë njerëzit do vinë në islam nëpërmjet arsyes së tyre dhe mundit të tyre intelektual. Bukur, por padyshim që në shariat dhe në fe do gjenë arsye. Dhe nëse duam të themi ne, pra duam të dimë se cila është gjëja kryesore që i mban njerëzit në islam kush është. Pas udhëzimit të Zotit është arsyeja. Për ta kuptuar pak më thellë, pse fetë të tjera sot po braktisen masivisht, edhe pse Islami po pranohet masivisht. Po të shkojmë perëndim dhe besoj gjithë kemi shkel. Dyrët e tempujve të tjerë, veç namazit dhe xhamis janë të plurosura. Kur kam shkuar për herë të parë në Belgjik, tamam Belgjik, kur kam shkuar për herë të parë, jam çudit që kam parë me fjalë tempo i adhurimi jo musliman, dyrët me ishin tamam të plurosura. Dhe pyes dikë që banon të aty, janë të hapura këto, hapën në jetë, nuk hapën asnjë. Mu në qendër të qytetit. Pse? Sepse komunikimi i njeriu edhe me botën rreth është nëpërmjet kujt? Nëpërmjet arsyes. Edhe ne nëse duam realisht i ftojmë njerëzit në islam, duhet ta kemi parasysh këtë gjë. Duhet ta kemi shumë parasysh këtë gjë. Jo më kot zbriti Islami me iqra, me lexo. Apo si thot Allahu mëndshëm, falem, dije se nuk ka zot tjetër veç Allahu mëndshëm, dhe pastaj kërkoj falje për mëkatet e tua. Pra dije një se me këtë bësh. Pra marrëdhënia jonë me Zotin ndërtohet mbi kë? Mbi dijen. Që merret nëpërmjet kujt? Nëpërmjet arsyes. Pra arsyeja më drejt e pret dhe e kupton se dija është në Kur'an, nuk e prodhon. Arsyeja nuk e prodhon të vërtetën, nuk e prodhon dijen. Arsyeja thjesht çfarë merr, e lexon, e mediton, e përpunon, e kupton, e beson, e praktikon, pastaj fton dhe me të rregullon. Pra ne me fjalë, nëse është një parim në dijen e objektivave të shariatit islam, nëse shikon me fjalë një adhurim që Allahu mëndueshë ja ka përmend ose një urdhër që ja ka përmend Allahu mëndueshë ose ndalesë, objektivin ose synimin ose urtësinë në mënyrë eksplicite të drejtë për drejtë, dije se ai urdhër ose ndalesë ose ai adhurim ka një rëndësi të veçantë. Ka një rëndësi të veçantë, sepse njohja e arsyes së adhurimit të ndihmon me ndërtu marrëdhënie çfarë të shkurtra dhe të drejtë për drejta dhe shumë të forta me adhurimin. Allahu mëndueshëm thotë ja ju alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kema kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç edhe atyre para jush, që ju të arrini kë devotshmërinë, të jeni të devotshëm. Kjo është arsyeja, devotshmëria. Pyetja është ç'është devotshmëria në vetvete? Devotshmëria në vetvete është çfarë? Ka shumë përkufizime dhe elhamdulillah me fjalë. I kemi dëgjuar dhe vazhdojmë të dëgjojmë që gjitha kanë atë peshë në vet, po ti mbledhim gjithë këto, le të themi, përkufizime që në kohën e sahabëve, tabiinëve, tabitëve edhe më vonë. Të gjitha me fjalë bashkohen në një kuptim shumë thellë, por njëkohësi shumë thjesht, edhe kujdes. Islami është i thjeshtë. I thellë, po edhe i thjeshtë. Islami vërteta Islami nuk është i vështirë, kujdes. E vërteta Islami është shumë e thjeshtë, nuk është e vështirë. Mregull? Ai që don ta vështirësoj fen, le ta di me çfarë në aspektin kuptimor, në aspektin filozofik flas, konkretisht le ta di se ka rënë ndesh me fjalën e Zotit, "Wa laqad yassarna al-Qur'an lidhikri fa hal min mudakkir." Ne kemi lehtësuar Kur'anin për ta kuptuar atë, për ta kap, për ta pikas. Po ka për atyre që përkujton. Kuptimi i takwas është shumë i thjeshtë. Cila është korrektësi me Zotin? Ti je korrekt me Zotin.
Bukur? Tashi i gjithë agjërimi është bërë obligim 30 ditë me fjalë, apo 29. Për çfarë? Për të qenë korrekt? Po mi po korrektësia këtu me Zotin. Ka i kuptim çfarë? Gjithdimensional. Shkurtimisht mund themi, devotshmëria në këtë kontekst është ajo paket vlerash, edhe besimi, edhe fuqiet e brendshme dhe vlera shpirtërore, bukur, të cilat të mundsojnë që ti vazhdimisht ti jesh me fjalë në rrugën e Zotit deri në momentin e takimit me Zotin. Deri në momentin e takimit me Allahun e Madhëshëm. Pra ç'është devotshmëria, korrektësi me Zotin. Ndryshe çfarë mund të themi, një fuqi e brendshme, bukur, ose një vetdije e thellë në lidhje me Zotin, pastaj me urdhën dhe ndalesën e tij, pastaj me fenë e tij, pastaj me qëllimin e ekzistencës që na ka përcaktuar Zoti pastaj me rrugën drejt Zotit që na mundson që ne vazhdimisht ecim drejt Zotit pa u luhat. Pse? Por arsye se rruga jonë drejt Zotit ka dy cilësi. Potencialisht pas një sekonde ne mund të jemi gjithë vdekur. Por fatikisht me fjalë, çfarë? Rruga drejt Zotit është e gjatë. 40, 50, 60, 70, nuk shkëdin 100. Pra përfiturohemi me fjalë. Ne jemi urdhëruar që 100 vjet të ecim drejt Zotit. Dhe realisht kur e mediton, ne në 100 vjet ecim. 70 vjet vetëm ecim. Thot Zoti në Kur'an. Ja ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. O ti njeri, ne të kemi krijuar innaka kadihun, ti vrapon, kadh lodhesh stërmundohet drejt Zotit tënd dhe ti do të takohesh me me Allahun, me punën tënde, me të vërtetën, me shpërblimin e punës tënde etj. Pra ne me fjalë 60, 70, 50, 45, 40 vjet apo 30 apo 20, vazhdimisht çfarë bëjmë? Hecim. Tash të bëjmë një analizë vogël. Përfitoro për shembull një rrugë që zgjat 60 ose 70 vjet, është rrugë e gjatë apo jo? Është edhe e losme, vetëm duke qenë e gjatë. S'kemi dalë ke pengesat. Akoma, rrugë e gjatë. Një nga problemet kryesore që ka rruga drejt Zotit kush është? Monotonia. Bëhet monoton. Si rruga drejt Zotit, normalisht. Cila është rruga drejt Zotit? Jeta. Jeta është rruga drejt Zotit. Mi pa Allahu mandush për të na prish këtë monotoni, ose me i fjalë për të na bëjë që ne ta shijojmë jetën, na ka dhënë çfarë? Tauhidin, fjalën la ilaha illallah. Që është me ja boshti dhe dijes. Pastaj namazi. 5 herë në ditë. Çfarë bëjmë ne 5 herë në ditë? E thym këtë monotoni, nëpërmjet si e thym. E para si thash, përkujtohemi me Zotin. Kush është Zoti, kush jemi ne, ku do shkojmë, ç'është halal, ç'është harami, ç'është natyra e dynjas, që s'ka vlerë fare. Është e shkurt. Bukur? Po njëkohësisht me ç'a bëjmë? Pra përkujtohemi edhe mbushemi me energji për shku drejt Zotit. Namazi. 5 herë në ditë në këtë punë bëjmë. Tashi spostoje veten ose hiqe veten, qoftë edhe 5 sekonda, jo 5 minuta, se është shumë. Mundohë që të bësh një lloj empatie, ta vësh veten tënde në moshën ku je, në vendin e atyre të cilëve bëjnë të njëjtin rrugë që bëjmë edhe ne, bëjnë të njëjtin udhtim, por pa besimin Zot dhe pa adhurimin e Allahut mënesh, pa namaz, pa xhirim, pa tauhid, pa hax, pa zekat, pa dhikr, pa lexim Kurani, pa sadaka. Edhe unë her pas here kur mundohem ta bëj këtë, e para ndihem shumë keq dhe e dyta them, rahmeti i Zotit është shumë i madh që u jep motiv edhe atyre që s'besojnë të jetojnë. Dhe her pas here them, mi më mregull ato vështirësitë e dynja, po këtë as në këtë monotoninë e ditës si e përballojnë. Mi po krahun tjetër ti kupton diçka tjetër. Kupton me i fjalë gjendjen e tyre që s'kan lidhje me Zotin. Pra do të shikosh me fjalë që jeta është çfarë? Është një spontanitet i pa kuptim. Edhe do ta pyesësh, prandaj për fat keq në shoqërinë bashkëkohore, në shumë raste, por jashtoj muslimanët në përgjithësi, po jo në gjitha rastet, do të shikosh me fjalë që jeton njeriu në çfarë? Në klapi, në gri, ka gjendje grije brenda, dhe gjithmonë është i pakënaqur, në pasivitet, negativitet. Është pesimist. Mund të ketë gjitha. Si po ja kalon me të shtyme. Si e, po mirë më hajta e shtyme. Edhe po ta pyes tani vore çat mungon ai gjë, me shnet mirë, po gruaja mirë, po fëmijët po mirë, me angre me pi, po fëmijët ai ke pas pa qef, ai po i shkollon po. Po ç'ne me të shtyme. Drejtoje ti, mos e shtyme, se karburant ke. Ati i mungon çfarë? Drita 1 e rrugës dhe karburanti 2. Që të dyja ku i marrim ne? Ke shtyllët e Islamit. Një nga këto është kush? Agjërimi, kryesisht namaz. Këto dy gjëra bëjnë namaz. E para furnizohen me dritë, dritën e kuptimit, dhe e dyta me energji, me forcë. Ne takohemi me Zotin, jetojmë me Zotin për çfarë? Për të furnizuar, por njëkohësisht edhe lehtësojmë veten tonë nga barra e kujt?
e të lashe, problemeve, sfidave, se ja shkojmë Allahut mëndueshëm. Me besimin e plotë është gjendje me i zgjidh. Është gjendje me i zgjidh. Vim ka agjërimi. Rruga drejt Zotit është e gjatë. Dhe ne eci me pak të 60 deri në 80 na mund shkojnë 140. Mregull? Mirë, po kjo rrugë ka edhe një vështirësi tjetër, ose ka një cilësi tjetër. Cila është? Ka vështirësi gjatë rrugës. Nuk është vetëm dishezë. Po edhe sikur vetëm dishezme që ose rafsh bëhet e losme. Besoj kemi ecë me i në rrugën Greqi, Turqi. Rrugë vetëm e losme po, do të mund dalë. Edhe pse s'ka as malore, as kthesa të mëdha, është e losme. Pra dunja vetë është e losme. Tash i përfituro shtoj kësaj rrugës gjatë, malore, kthesa, vështirësi, rreziqe, etj. Ke nevojë për çfarë? Dritë të vazhdueshme, ke nevojë edhe për energji. Energjia e cila të mundson çfarë? Ti je korrekt. Korrekt ku? Vazhdosh në rrugë. Pse? Sepse një vështirësi, dy vështirësi, tre, që ka losme kjo rrugë. Për më tepër, sa e gjatë. Veç kësaj, gjatë se rrugë ka joshje. Pra mund të ketë parqe të mëdha, vend pushime të mëdha dhe her pas here haron njeriu, një nga cilësitë e një kush është. Nasi, haron. Bukur? Fenesi felem në gjithë lehu azma. Dhe Ademi haroj dhe përjedhoj e humbi vendosmërinë. Pra njeriu nga tabiati i haron, përjedhoj e humb këmbgulin për të vazhduar rrugën drejt Allahut të mëndshëm. Pra ka nevojë për energji. Kjo është devotshmëria. Kjo është devotshmëria. Pra, një mujëri është ne agjërojmë për të realizuar këtë lloj devotshmërie të këtij koncepti. E para me fjalë nëpërmjet agjërimit ne vetëdijsohemi që Allahu mëndshëm na ka krijuar për një qëllim realisht shumë të lartë. Por nëpërmjet agjërimit merr vendin e dur kush? Edhe nefsi. Edhe epshet, edhe egoja, edhe dynjaja, edhe shoqëria, edhe familja. Nëpërmjet agjërimit një mujërisht ne kujtojmë vetes se ekzistojmë për një qëllim me fe shumë të lartë, që është adhurimi i Zotit. Jemi më këmbë si Zoti në tokë. Nëpërmjet agjërimit ç'a bëjmë? Veten si vete, pra si ego, e shkelim me kam. Realisht. Dhe në rrugën drejt Zotit qëndron përgjegjësia që arrin ta shkeli veten e tij me kam. Ose më det me ja vendos kë frenat. Filloj me ta komandoj. Mi për kjo do forcë. Atëherë, cila është nana e kësaj force, ose elementi i parë i kësaj force? Sinqeriteti. Ndryshe mund të themi me fjalë që agjërimi i muajit Ramazanit është shkollë trajnuese për sinqeritet. Gjithë atyre pastaj vijnë pas kësaj. Dhe bashkë me sinqeritetin që është në klasi, është motra e saj, ose derivati i saj kush? As-sidq. Besnikëria çdo thot përputhje të brendshmës me të jashtme në aspektin pozitiv. Por një nga cilësitë e sidqut kush është? El-istimrariyya fil hal. Pra ti të kesh vazhdimsi në këtë gjendje. Edhe kur me i fjalë testohet kjo istimrari ose vërtetohet, atëherë me i fjalë kur sebepet e dynjas janë të shumta, me të largu nga kjo gjendje dhe ti prap këmbgul. Pse Allahu mëndueshëm na jep shembullin e Jusufit alayhis salam? U sprovu me çfarë? E sprovu vëllezërit e tij, pra e vran de facto. Pra me i fjalë, pra de jure kishin vrarë, pavarësisht se Allahu bëri u sprovu moralisht dy herë. Po u sprovu edhe me çfarë? Edhe me pushtet. U sprovu edhe me parë. Se shumë raste kur e përmendin historinë e Jusufit, na shkon mendja vetëm ke sprovat negative. Sprova në pus, sprova në burg, sprova në moral. Fatikisht jo, këto janë sprova më të vogla që i kanë ndodhur Jusufit. Cila ishte sprova më e madhe se sa kjo? Pushtet. Po bashkë me pushtetin i erdhi kush? Parja. Bashkë me pushtetin i erdhi në dorë kush? Vëllezërit e tij, të cilët i kishin bërë 90 zezat. Edhe në fund si e mbylli, ç'a tregoi që realisht dominoi dhe arriti në fund rrugës me sukses. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Wallahi mëndush më merr shpirtin si besimtar dhe më bashko me njerëzit e mirë. Kush janë këto njerëz të mirë? Rastësisht me të mirë. Kush janë të mirët? Ata që kanë mbyllë jetën me iman. Ata që kanë mbyllë jetën me iman. Pra na jep Allahu mëndush këto shembuj për të na thënë me fjalë se kjo është natyra e jetës. Pra ne kemi ardhur në dynjë. Bukur dhe ajo që e shpëtoi Jusufin alayhisalatu, kush ishte? Sidqu. Edhe ajo që vërteton me fjalë këtë cilësi të pandashme të karakterit ose të personalitetit të Jusufit është se e ruajti këtë cilësi në të gjitha rastet. Edhe kur ran pus,
Allahu Madhëshmi tha, mos u trem. Doli nga pusi, nuk e humbi të ruan. Pra përfituroi, morën pusë e futën direkt në çefën ku në kosh, se shkon për ta shit, nuk e prishi fare trezin. Si nuk e prishi fare? Domethënë e kaloi me Zotin, direkt me Zotin. Shumë raste në rrugën tonë drejt Zotit na ndodhin ngjarje që nuk i duam. Por fatikisht kalisin kene kë sidqul alaqa billah. Pra besnikrinë në lidhje me Zotin. Shembull këtë kështu është Yunusi alayhis salam, një nga modelet më të larta në Kur'an. Në barkun e balenës, se tradhtia më e madhe kush është? Tradhtia ndaj vetes. Dhe momenti më i keq i tradhtisë ndaj vetes kush është? Është dorëzimi kur të tradhtojnë shkaqet e dynjas. Është tradhti, tradhtoj vetin. Ai pra e humbi të ruan, pra e tradhtoj vetin. Pra se mbati do të vet. Yunusi në barkun e balenës, çfarë do kishte ndodhur aty? Do i kishte plas zemra, nuk i plasi zemra Yunusit. Pse? Sepse kishte gjendje sidku me Zotin. Pra do të thënë Zoti kishte besu në mënyrë absolute dhe e ditë që Allahu Madhëshur është me to edhe aty në barkun e balenës dhe është në gjendje me nxjerr për aty. Dhe mos harrojmë që sidku vetvete kjo gjendje është fryti kujt i vetdijes dhe i njohjes për Allahun e Madhëshur dhe Allahu Madhëshur më nxori për aty. Këto ngjarje do na ndodhin dhe na ndodhin në rrugën tonë. A është rujtja e status quo-s imanore, status quo-s e ikhlasit, i sinqeritetit, status quo-s së sidkut në gjitha rastet? Kjo është prova. Pra i thotë Allahu ne blukum bi sherri wal khairi fitnatan wa ilayna turjaun. Do t'ju sprovojmë edhe me të keq edhe me të mirë, por t'ju kalit që fitne, por t'ju kalit. Jo për t'ju bë fitne, por t'ju kalit. Se fjala fitne do thotë me fjalë skalitje, siç bën argjendari me metalin e shtrenjtë, flori ose argjend. E fut në zjarr, e tret e shkrin dhe e ndan florinë nga me fjalë pjesa falso. Pra do sprovojmë me të mirë dhe me të keqe, dhe të keqe me të mirë për t'ju kalit. Pra na bie dhe e mira dhe e keqja. Në të dyja raste çfarë kërkohet? Kërkohet me rujt busullën. Në shumë raste kthesa e jetës është shumë e madhe. Aty me një fjalë sprovohet zotësia e kujt? E shoferit. Pra sprovat mund të jenë të nefsit dhe të vetë janë shumë të mëdha. Tash me të keqe, sprova jete, sprova pasurie, sprova shëndeti, sprova dështimi, suksesi, sprova kujt? Pushteti, fame, sprova epshi, sprova parje, dhe kthesa është realisht shumë e madhe, siç u ka ndodhur profetët Allahut Madhëshëm. Dhe normalisht njeriu më i sprovuar me fjalë, në umetin e Muhamedit ka qenë vetë Muhamedi alayhis salam. Mirë, po të shikosh asnjë moment nuk e lëshoi timonin e kujt? Të takvas, të vetshmërisë. Pra kthesat e jetës mund të jenë shumë fuqishme, madje mund të jenë me fjalë 180 gradë. Mirë, po ka dhe shpejtësi të caktuar. Kush është ai që e mbat timonin? Ai që ka takva. A mund të themi takvas vetdije? Absolutisht po. A mund të themi korrektësi me Zotin? Po. A mund të themi qëndrueshmëri për të dalë rrugës në fund me faqe të bardhë? Po. A mund të themi këmbgulje dhe durim? Po. A mund të themi ikhlas, sinqeritet dhe sidq dhe besnikëri dhe një gjendje me Zotin gjithë rastet? Po. Edhe kur je vetë, edhe kur je me të tjerët? Po. Edhe kur ke, edhe kur s'ke? Po. Edhe kur je i madh, edhe kur je i vogël? Po. Edhe kur ke shumë, edhe kur ke pak? Po. Edhe kur je mirë, edhe kur ke keq? Po. Kjo është takvaja. Mirë, kjo ka nevojë për çfarë? Ka nevojë për vetdije. Kjo vetdije nga çfarë përbëhet? E para përbëhet nga dija një, edhe e dyta nga kultivimi i vlerave. Se mund ta kesh dijen. Dija është si dije merret kollaj. Fjala la ilaha illallah vetëm e shqipton kaq. Cila është sfida më e madhe e fjalës la ilaha illallah? Nuk është kuptimi, vëllezër dhe motra. Dhe ne kemi gjithë qartë besoj këtë. Pra një nga këto mendimtarët orientalistë Thomas Arnoldi që ka shkruar për ftesën islame, thot arsyeja kryesore pse shumë njerëz futen kaq shpejt në islam është thjeshtësia e besimit të tyre fjalës la ilaha illallah dhe njëkohësisht me fjalë që njerëzit më njëherë konstatojnë mirësinë e islamit. Pra fjala la është shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Cila është sfida e fjalës la ilaha illallah? Përkthimi i saj në jetë në çdo qelizë të ekzistencës. Kjo është sfida e saj. Sfida e fjalës la ilaha është kjo është përkthimi i saj në jetë në çdo qelizë dhe çdo aspekt të jetës. Kjo ka nevojë për çfarë? Kjo ka nevojë për dritë vazhdueshme që na mbron nga gafleti, nga pavëmendja, nga haresa. Na mbron me fjalë nga çfarë? Nga verbrimi i dynjas me gjithë sfidhat e saj dhe njëkohësisht ka nevojë për forcë të brendshme, ka nevojë për vullnet, ka nevojë për durim, ka nevojë për këmbgulje, ka nevojë për trimëri. Si edhe trimëri, edhe guxim. Pse? Sepse e keqja mund të vijë nëpërmjet kujt? Edhe nëpërmjet kërcënimit, edhe nëpërmjet Said ibn Xhuberi kur qëndroi përpara
Haxhaxhit, tha ka ardhur momenti tash i tha Haxhaxhi Sejdi ibn Xhubejri, po tha bëj çfarë dush, fund ke Zoti do shkojmë. Ke Zoti kemi më kthy. Po mi tha thuaj një dy fjalë me fjalë për mua. Do të thonë tërhiqu. Po tha unë atë që e thash për atë të Zotit. Zoti është i gjallë ka vdekur, është i gjallë. Përdisa është Zoti me fjalë edhe qëndrimi i nuk ndryshon. Atëherë çfarë? Po mirë tha, në fund ke Zoti. Ka Allahu mëndueshëm Zoti gjithësisë. Pra sprova e dunjas në të gjitha rastet kërkohet çfarë? Kërkohet ky lloj devotshmërie. Për ta mbyll, kemi ta mbyllë. Ashtu ë? Mirë. Allah shpëlet. Si realizohet kjo 30 ditë, 29 ditë? Ç'a bëjmë? Vetë për vetë me Zotin. Një nga elementet kryesor të Ramazanit kush është? Vetmia me Zotin. Veç ai çfarë? Taravia, namazi natës, leximi vetë për vetë me Kur'anin, i Kur'anit dhe namazi natës sabahu. Bukur, ose puna me fjalë që bëhet për atë vetgjendja, 30 ditë, vetgjendja vetmia me Zotin. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Çdo punë e birit të Ademit është për të. Do të thënë ka një aspekt jashtëm që mund ta shoh. Illa as-siyam. Përveç agjërimit, ai është për mua dhe vetëm unë ditë ta shpërblej edhe. Dhe kur e merr këtë hadith dhe analizon gjendjen e muslimanëve shqiptarë në komunizëm, thu sa real është Islami, sa i vërtet. Është shumë i vërtet. Islami është jashtëzakonisht i vërtet. Pra shumë i prekshëm, shumë i jetueshëm, shumë i kapshëm, shumë i vërtetueshëm. Shumë me fjalë, le të themi, i njerëzishëm, pra i kapshëm, i jetueshëm nga njerëzit. Pra përfitoro, edhe në komunizëm ke pas njerëz që kanë hyrë në xhenet. Duke që komunizmi erdhi për çfarë? Për ta haruar xhenetin, për t'i bërë njerëz që ta harrojnë xhenetin. Dhe njerëzit jo vetëm që sa haruan xhenetin, por pati për atyre që mund të kenë fituar xhenet në 100 gradë, gradën 100 në gjatë kohës komunizmit. Pse? Sepse kanë gjetë forcë me i përballuar ato sfida edhe në komunizëm, kanë agjëruar. Tjetër, kanë fal Bajram, tjetër, kanë falë edhe xhumë. Tjetër, kanë falë edhe xhenaze. Tjetër, kanë shpërndar edhe vitra. Pra sadaka vitri. Tjetër, kanë lexuar Kur'an. Tjetër, kanë dalë duke pa qiellin, vetëm duke pa qiellin ato istat, apo yjet, a doli as doli, apo umçef apo s'umçef, vetëm nëpërmjet kësaj palesa sevap kanë marrë. Palesa herë na kanë çuar nënat tona ke hoxha, se ishte hoxha, po anshi se nuk vota asgjë, sepse s'kishte pyetje me fjalë kur hyn këtë datë ose kur hyn ai datë, kur hyn këtë natë e mirë, apo kur hyn Ramazani, kur hyn muaj Rexhep, apo kur hyn muaj Shaban, etj. më radhë. Vetëm për këtë, vetëm për këtë lloj interesimi, këtë lloj shqetësimi, palesa sevap kanë marrë. Palesa sevap. Kush e mundson këtë agjërimin? Tash e përfitiro, me mira njerëz kanë agjëruar edhe gjatë komunizmit. Pa e marrë vesh askush. Dhe ky është një dimension që realisht ne si musliman në aktualitetin ton është shumë e nevojshme, dhe këtë e them sa herë më jepet rasti. Është shumë e nevojshme ta risjellim fuqishëm në vëmendje dimensionet e vetmimit me Zotin. Të jetumit her pas here me Allahun, më i vetëm. Jo në aspektin e izolimit personal, fizik, por në aspektin e përjetimit të lidhjeve me Allahun e Mëndosëm. Duke filluar që ke namazi. Namazi ndryshe është çfarë? Jetë me Zotin, jetë me Allahun e Mëndosëm. Edhe kjo jetë me fjalë në mënyrë intensive, 30 ditë rresht realizohet ku? Në Ramazan. As kërkush ka mundësi me mos e marr veç ti agjeron. Megjithatë ti agjeron, ti je me Zotin. Ti je me Allahun e Mëndosëm, Zotin e gjithësisë. Pra e thotë Allahu më mëndosëm, përveç agjerimit ai është për mua dhe vetëm unë dita shpërblej. Po pse e thotë vetë për agjerimit? Sepse agjerimi realizon këtë dimensionin e drejt për drejt mes robit dhe Zotit më tepër se sa, më intensive, për i kohë caktuar, më tepër se sa gjitha ibadetet e tjera. Më tepër se gjitha ibadetet e tjera. Pra ne ky aspekt duhet pas parasysh. Dhe nëse njeriu, pra përfiton tash se sa na e mbron në pejgamber sa sem këtë aspekt. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Ai i cili më fjalëron mirë, por nuk e ruan gjuhën e tij me fjalë dhe veprat e tij të këqijat. Le ta di se Allahu mëndosh nuk ka nevojë për urinë e tij. Shihë çfarë qun. E redukton në çfarë? Uri barku. Edhe uri me fjalë goje dhe etje goje. Domethënë, gjatë kohës që ne agjërojmë dhe kemi parasysh Allahun e Mëndosëm, në gjithçka që na del në rrugën tonë drejt Zotit, në rrugën ditore, dhe kemi parasysh Zotin, kjo gjendje merr akoma dhe më tepër jetë. Merr akoma dhe më tepër jetë. Pra e thot pejgamberi kur vjet dikush edhe të biem qaf, thuj, lutem le se jam agjërueshëm. Domethënë, të lutem, mos më pengo që unë të vazhdoj ta përjetoj këtë gjendje me Zotin. Domethënë, mos ma prish me fjalë këtë trajnim të madh që po bëjon me fjalë me Allahun e Mëndosëm, për të realizuar brenda meje kë, për ta skalit vlerën e sinqeritetit dhe të besnikërisë. Dhe kështu nga dita në ditë,
Duke radhpar, duke çfarë? Duke agjëru. Mos harrojmë, elementi kryesor i Ramazanit kush është? Është agjërimi. Pastaj vijnë të tjerët, leximi i Kuranit. Bukur? Pra si ibadete, pra vëmendja më e madhe ku do të jetë? Tek agjërimi, sepse vëmendja te Kurani duhet të jetë gjatë gjithë jetës. Po kur vjen puna tek Ramazani, vëmendja kryesore më qenë ke agjërimi. Pastaj me fjalë leximi i Kuranit, pastaj me fjalë sadakaja, pastaj namazit ditor me s'ka diskutim, se më thënë, po edhe nafilet, po edhe dhikri e tjera me radhë. Dhe kështu kur i bën të gjithë këto element bashk, të gjithë njëri nga njëna anë, tjetër nga ana tjetër, kultivohet brenda njeriu kjo vlera e madhe që quhet çfarë? Takva. Që ishte çfarë? Gjendje si gjendje, korrektësi me Zotin. Po si energji dhe vlerë, sinqeritet, sidq, vullnet, forcë, qëndrueshmëri, sabër, këmbgulje, trimëri, guxim, për të vazhduar rrugën drejt Zotit deri në momentin e takimit me të. Dhe mbi të gjitha, me fjalë, ky lloj aftësimi reflektohet nëpërmjet kujt? Nëpërmjet korrekcisë ndaj të drejtave dhe detyrimeve, kujdes, edhe shoqërore. Siç thash pak më sipër. Edhe ai mendimtar, pa jo musliman, thot e para thjeshtësia e fjalës la ilaha illallah, po e dyta dhe se të tjerët i kanë pikas shumë shpejt vlerat e Islamit tek muslimanët. I kanë pikas më njëherë. Dhe veçanërisht këto 2-3 vjet të fundit që kanë ndodhur që në 7 tetor e deri në këto ditë janë shkuar njerëzit në këtë aspekt, me gjithë bota, kryesisht perëndimorët. Janë shkund. Pse? Sepse kanë nxjerrë pa këta musliman me fjalë një vlerë shumë të madhe, shumë të rëndësishme, kush është? Korrektësia me Zotin dhe korrektësia me të vërtetën në të gjitha rastet, në të gjitha situatat. Edhe në kurizë edhe duke sakrifikuar, por edhe jetën, për familjen, për pasuritë e tjera më radhë. Dhe normalisht ky është kulmi i kujt? Kulmi i devotshmërisë. Kulmi i devotshmërisë kush është? Ti je gjithmonë me Zotin, edhe atëherë kur të kërcënohet gjithçka. Dhe kjo është kulmi me fjali i jetës me Allahun e madhnueshëm. A e synon këtë Ramazani? Absolutisht. A xherimi? Absolutisht po. Me gjithë elementet e tjera domosdoshmërisht po. I lutem Allahut madhnueshëm që për ta përmbyll, të na naltsoj vetdijen për vlerën e agjerimit Ramazanit, siç edhe alhamdulillah po bëjmë dhe për këtë realisht ju përgëzoj, para se të vijë muaji i begat i Ramazanit, sahabët e pejgamberit e kanë prit me fjalë Ramazanin 6 muaj para se të vjen dhe janë lutur Allahut madhnueshëm me fjalë 6 muaj mbrapa që tua pranojë duke qenë të vetëdijshëm për vlerën e madhe që ka, dhe unë mendoj se një nga arsyet kryesore sepse kanë qenë kaq të lidhur me Ramazanin ose me agjerimin, është pikërisht kjo vetdije për cilën ne folëm deri tash, pra ishte një mundësi shumë e madhe për të furnizuar me ato energji dhe ato vlera që i duan robit për shku drejt Allahut mëndshëm. Si puna ati fermerit ose ati fshatarit ose bujkut që jeton në vendet malore dhe është 6 muaj verë, 6 muaj dimër. Ç'a bën 6 muaj verë? Ai rezervon edhe për vetën e vet, për familjen e vet, po pastërmane, po bukën, po groshën, po frutat, po trushite, për 6 muaj. 6 muaj është borë, bloku dynjaja. Kështu është edhe agjerimi i Ramazanit. Ne një muaj Ramazan furnizohemi me ato energji që në na duhen ne gjatë gjithë rrugës tonë drejt Allahut të madhëshëm. Dhe përjedhoj natyrshëm do të jemi më të mirë me veten. Dhe kujdes, personi i parë ndaj cilit do të jemi të mirë, kush është? Vetja jonë. Të jemi mirë me veten. Edhe forma më e mirë me fjalë për të qenë i mirë me veten është ti dhurosh vetes paqe. Qetësi. Kur? Nga vjen kjo? Nga forca e brendshme që gjen njeriu për të thënë Zotit faleminderit të Zotit gjithë rastet. Alhamdulillah. Dhe kjo është nga vlerat kryesore që kultivon agjerimi i Ramazanit. Pra kur vin tek iftari, ne s'duam ja ditë me hësh sallat jeshile apo sallat greke apo shqiptare apo është me fjalë supë, e rëndësishme konsumojmë diçka se trupi e kërkon. Dhe në fund themi çfarë? Nga shpirti themi alhamdulillah. Po kujtojmë edhe të tjerët që nuk e kanë këto mirësi, e tjera me radhë. Zoti vash shpërblet dhe një zot në rrot hoxh, faleminderit. Allahu të respektoft. Shumë faleminderit, Zoti ju pranoft mundin. Allah na mundsoft ne që të arrijm muajin e begat Ramazanit, ta realizojmë ashtu siç duhet, të realizojmë edhe këtë qëllim të madh, ta mbyllim me sukses dhe ashtu siç na mundsoi Allahu mëndueshëm sonte, të bashkohemi në këtë punë të hajrit, që inshallah kanë dëshmuar edhe me lajkat, ashtu na bashkohet Allahu mëndueshëm edhe në hijen e tij ditën e Kiametit dhe në xhenet me pejgamberin Muhammed alayhis salatu wassalam. Zotit të shpërbleft të hoxh Sabaudini për fjalët, për këshillat, po edhe faktikisht për
domethënë mënyra se si u pa gjëja, domethënë duke parë pak më thellë se sa thjesht një agjërim që do të rrim pa ngrënë dhe pa pirë dhe thjesht do të marrim sevape. Pra ideja është me pasi mirësi dhe begati të Zotit, edhe që tjetë, si më thënë, shkak dhe arsye që të ndërgjegjësohemi, të disohemi, të reflektojmë, edhe të marrim atë furnizimin e duhur për gjithë vitin. Lusë Allahun që ky Ramazan tjetë për ne i tillë, që tjetë, si më thënë, stacion furnizimi që ne të ecim me këtë furnizim për një vit të plot. Edhe i herë hoxh, Zoti shpërblet, Zoti të nderoft, xhezakallahu khairan, Zoti të rujt, Allahu ta shpërblet me të mirë, ta shkruajt për sevap vizitën edhe fjalën që ti na i the sot. Zoti ju nderoft vëllezër, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.